E para, listën sërbe nuk ja u ka sjell Albin Kurti aty, e keni sjell ju vetë. Me marrëveshjen e vitit 2013 e gjetëm aty. Pastaj ky është deputet dhe është politolog, me nxjerr propozimet kësaj natyre, krejtësisht antikushtetuese. Është përgjegjësi edhe politike, edhe profesionale, edhe morale. Nuk mund është ti me nxjerr listën, është çështje tjetër. Në rast se jo, do të gëzohesh ata shpallin njëjtë si mbrojtje. Ngadalë se me mu ki punë, nuk ki punë me fëmijë. Nuk ki punë me fëmijë. Ju let e keni me pas votuar në Këshill Komisionin e Zgjedhjeve, ajo si shte fut fare në parlament. Po atëherë se bëshit kolumin. Mirë, që tash inicione idenë, jeni deputet, keni përgjegjësi, inicione idenë që të shpallat, më lejo të shkoj deri në fund, sepse, shiko, unë e të kuptoj ti e opozitar, ti folë që ka të dush, po kur t'jam prezent, unë kam dëshirë që më të kundërvu në tezat që s'kan lidhje me jetën politike. E para, mundësia që listën serbe ta heqim është ideale në rast se ju si deputet përgjegjshëm inicioni idenë që të shpallet si organizatë terroriste. Njëjtë sikur dega e saj, mbrojtja civile që shpall terroriste. Këtë mundësi ka mundësi ta bëj. Po ka mundësi ta bëj. A ka mujtë Ministria e Brendshme me shpall në ditën kur ka përfundu aksionin në bojnë? Pse se ka bo? Ju iniciojeni Pse se ka bo qeveria me vendim qeveris? Ata kanë përgjegjësi pastaj nëse nuk e bojnë. Kjo sa i përket listës serbe, sepse më duk këtë palidhje. E dyta, Artan, si që thash, ti e deputet dhe ke drejt si opozitar, thjesht shprehësh vokabulari yt, është i natyrës tillë që ti don thjesht mbetesh në pozicionin që je, por dush ta kesh parasysh një punë që nganjëherë, megjithatë, njerëzit duhen ta shohin një djalë prej Mitrovicës që përfaqësohet aty. Dhe ti duhet ishe ai që de facto i gëzohet kësaj situate në veri shumë a shumë se tjertë. E para, si ka mundësi me përfaq këtë opinion se antarësimin e Malit Zi në NATO e pas ka pengua, opozita atëherë me idenë duke mos... Ti do duhesh si një advetar, thush që 8200 hektar tokë, ja keni falë Malit Zi, dhe këtë keni përgjegjësi historike, madje unë do të thosha edhe penale, dhe do duhet të ndiqeshin ata që kanë iniciuar këtë 8200 hektar. Dhe Mali ka thënë që pastaj keni bë koalicion me personin që ka pas kauzë kryesore pikrisht atë çështje. Ka ardhur një moment që nuk e durojmë më, sepse pas ki duruar shumë, the. Merre me mend, thua që e kemi duruar këtu. Çështja e 8200 hektarëve ka qenë kauzë dhe jotja, jo vetë e lëvizjes dhe vendosjes. A ka qenë kundër provocimit Ramabaj? Nuk ka qenë në këte humorëzi, sepse tash nuk të ka hije, sepse je deputet, si gazetar, po. Dhe more deputetet du të mu shërby me fakte. Nuk e ke dëru fare, po e ke qunë burg me mira vjetë. Jo vetëm ata, po edhe mu, edhe tjerë, gjdo kundërshtar na keni qunë burg